Në këto rrethana, lëvizja vetëvendosje, pas të gjitha përpjekjeve për të arritur marrëveshje, do të propozoj për kandidat për president, ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës, ish kryetarin e Kuvendit, deputetin e 7 legjislaturave dhe njeriun e dytë më të votuar në historinë e Republikës sonë, zotrin Glauk Konjuvca, është në një qëndrim të lëvizjes vetëvendosje sot gjatë ditës. Nga ana tjetër, siç merr vesh televizioni Dugagjini, ashtu siç edhe ka deklaruar Arbrien Egofci, janë ofruar 30 nënshkrime, por për të bërë kundër kandidat të Glauk Konjuvcës, për të bërë kundër kandidate të Glauk Konjuvcës Vjosa Osmanin. Në fakt, duke besuar shumë që nuk do të bëj kvorumi as për të dy, dhe më pas me një dakordim paraprak duke i thënë që hajde shkojmë në këtë formacion dhe më pas e lojmë opozitën fajtore që nuk deshen me zgjedh çështjen e presidentit. Miq të Radio Televizioni Dugagjini, janë informacionet të cilat disponon televizioni Dugagjini që dje Albin Kurti në fakt jo dje, pardje i ka ofruar ministrin e arsimit Vjosa Osmanit. Edhe i ka thonë, nëse performon mirë, ama bash mirë, të bëj, nëse performon shumë mirë, të bëj edhe ministret punëve të jashtme.